Përtojmë të gatuar. Sepse ka vetë një restorant të tillë. A kemi në Tiranë vërtet restorante që gatuajnë me shije? Pra, ato që themi shpesh në Merion, lëre na ka marrë malli një për erën e specave të pjekur, o zoti madh. Nuk ka domaten biologjike. Nuk ka më nga ato nostalgji tona, e kupton? Ta ngjyesh domaten fiks. Për pataten. A ka restorante që në ditë festash ti mund shkosh dhe ta justifikosh me atë që paguan ti ta justifikosh dhe të marrësh shërbimin që meriton. Ndibër. Flas në eksperiencë personale, pa i rënë askujt, për mua nuk ka. Nuk ka. Restorante. Suela ka? Ka në Tiranë? Ka restorante të mira, ka që dallon nga tjera, sigurisht që ka. Ka patjetër, ka dhe restorante që kanë nivel shumë të lartë, ka dhe restorante që kanë Ka restorante që kanë nivel PR-in, që shesin pordhën do thua shtise. Nuk shesin gjë tjetër. Jo, shesin dhe ushqimin, por ka dhe restorante që shesin PR-in dhe nuk e kanë ushqimin. Nuk e ata shumë e shtrenjtë. Paktën me atë informacion që kam unë. Unë do të flisja një çik për sepse na e la në gjys për punën e popullatës shqiptare. Ne shofim sot nga ky ushqim që kemi gati që nga viti 90 deri tani kemi një dëmtim të ushqimit, një dëmtim në shumë aspekte. Të mos përdorimit të mishit vendas, të futjes këtyre fosfororganikëve në ushqime, në perime, në fruta që janë të pakontrolluara. Frutat alfatoksina që i shohim në çdo vend. Qumshi që nuk është më siç ka qenë, veza që nuk është më siç ka qenë, sepse pulat rriten me ushqim për peshq. Me ushqim për peshq rriten. Më ka ndodhur më rastësisht para 4 vitesh, merja qumësh të fshatarit dhe vinte era peshk. Qumshi. Qumshi vinte era peshk. E po e keme gjithë omega 3. Jo, nuk isha ata jetë ushqim për peshk. Një rrugë e dy punë. Domethënë kemi